120 sportistë vendas dhe të huaj pjesëmarrës në Kupën e Shqipërisë në kickboxing. Në Gjirokastër u zhvillua edicioni i radhës i Kupës së Shqipërisë për sportin e kickbox. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin 120 sportistë të moshave të ndryshme nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Greqia. E veçanta ishte pjesëmarrja e të rinjve dhe veçanërisht sportistëve vajza. Presidenti i Federatës së Kickboxit Alban Alika ka theksuar se ky ishte një aktivitet me pjesëmarrje të madhe, ndërsa përbëhet nga mosha nga 10 deri në 17 e 18 vjeç. Gjithashtu ka dhe një masë të madhe të sportistëve që ndeshen për herë të parë. Ky është aktiviteti i radhës së Federatës Shqiptare të Kickboxit, është Kupa e Shqipërisë, është e organizuar nga Federata Shqiptare e Kickboxit në bashkëpunim me Bashkinë e Gjirokastër dhe klubin Tempulli i Hekur Luftëtari që është në Gjirokastër. Kemi pjesëmarrje të rreth 120 sportistëve. Kemi pjesëmarrje nga Kosova, kemi nga Maqedonia, kemi dhe nga Greqia. Është një aktivitet që pjesëmarrja më e madhe përbëhet nga moshat nga 10 vjeç deri në 17-18 vjeç, por gjithashtu ka dhe mbi 18 një masë e madhe të sportistëve që ndeshen. Kemi në federatën tonë kemi thyer një tabu që kemi pjesëmarrje të shumë vajzave. Kjo është një gjë e mirë që është bërë gjatë këtyre gjithë viteve këto një punë e mirë nga të gjithë trajnerët, nga të gjithë sportistët. Pjesëmarrësit, sportistët dhe trajnerët mes emocioneve të garës vlerësuan domosdoshmërinë dhe dobishmërinë e marrjes në sport për një shëndet sa më të mirë. Atëherë, sporti kickboxit është një nga sportet më të mira për disiplinën njerëzore, sepse të bën që të parandalosh shumë vese, edhe të ndihmon shumë në të qenë në ritëm më i fizikshëm, më aktiv edhe psikologjinë, duke e pasur gjithmonë më me vetbesim edhe më i qetë, më i kthjellët. Jam Rudina Prini. Kam 2 vite që bëj këtë sport, kickbox. Kam marrë këtu në Shqipëri për herë të parë për të marrë pjesë në këtë kampionat. Edhe shpresoj se shkoj çdo gjë mirë. Pse mendon që njëri është mirë të miret me sport, një bashkëmoshatari, bashkëmoshatarja jote? Sepse të ma në formë, të heq nga smunjet, është një sport shumë i mirë që të ecësh edhe përpara në jetë. Ka shumë arritje. Unë jam Bartopolli. Ndimës trajner i klubit Mamad 05 prej Ferizojt, kemi ardhur prej Kosovës. Është hera e 4 që marrim pjesë në kampionatin e kickboxit Federatës Shqiptare. Gjithmonë kem pas performancë të mirë, kem pas mikpritje shumë të mirë prej ekipeve vendore. Në përgjithësi ka qenë një garë shumë e afërt, shumë e mirë për sportist, eksperiencë e re. E sidomos për sportistat e ri është një përvojë shumë e mirë. Gjatë këtij viti në qytetin e Gjirokastër janë organizuar aktivitete sportive me pjesëmarrjen e sportistëve vendas dhe të huaj, siç ishte edhe Kupa e Shqipërisë në kickboxing.